Qeroso. Iki kësa mërzit. Pse e mërzit? Qa numër është atë? Sot është 14. E pas jo dhe I para fundit. E çfarë problemi ka? Po e mërzit dhe? Po do vim prapë përse s'po I hike me pushime për jetë shpre. Lezetoj. Sezoni I parë për ty biri. Kur vishte I tretë flasim bashkë. Po kam bërë 2 sezone për I herë. Si ke bërë 2 sezone për herë? I pari po. Sha do hape, amra pika mua zot, shumë kam bërë 4. Nëse mos të shkputemi nga gjëja kryesore do thosha unë. Dakor? Për gjithë ju goca, se më ishin një sekond, që dorë se të pa vesha. Për gjithë ju goca, që keni kërku goca pa fund, dhe një dubluse vajzë për më tepër Elite Pro Max, hynore, dakor? Që keni kërku pa fund, për para jush, Megi Mysliu! Aj! Po s'kuqem tani. Jo, duket nga kamerat, ma shumë nga Ma filtro pa kamerën të lutem. Megi, mirë se na erdhe shumë. Mirë se ju gjeta. Urime për emisionin. Faleminderit shumë. Zëri ndër më ikonikët. Zër Barbie më? Po. Faleminderit. Ikona e Barbit. Domethënë shipi e tilet. Mini Barbie, do thoya, Barbit e vogla, gjithmonë. Kanë bërë këto motrat e vogla të Barbit historikisht, po nuk kanë kohë. Ke janë 200 Barbie me çapable. Të gjitha që kanë ekzistuar. Këto janë ato Barbie që surpriz do të kush mohabetin, e kupton, do I thosh, "Okej, për çdo gjë." Yes, Ken. Shumë si ka nis dublimi me ty. Fillove ti. Alas, nuk do bëj regjisor. Se jo, filloj fillimin. Tani do përpiqem të kujtojmë se ka qenë shumë kohë më parë, ose të po ndjen old tani. Kam qenë diku në klasë të 2 ose të 3, kur ka qenë akoma studio jazz. Po. Babi njihte punonte me vllajin e pronarës, Aidës, edhe ata po kërkonin fëmijë. Edhe unë me vllajin shkojmë dhe bëjmë audicion. Imagjino vllai akoma më I vogël se unë, që ne është ajo që me zi ke mësuar të lexosh. Bëm një audicion. Edhe kështu filloi, domethënë nga gjëra të voçkla, thanë okej, bëjmë. Edhe përpiqem kujtoj tani rolin e parë, me sa di ka qenë serial ose film, ose një sekuencë filmash, ka qenë Lule Shtrydh dhe Zemrëmbla. Shumë e vjetër. Edhe unë kam bërë një nga ato gocat, se ishin shumë goca kështu me emra ëmbëlsirash. Edhe më pyeti mami, mbaj mend, tha po ç'a bëre, se kishin qefe kështu. Po thash si serial kështu, Lule Shtrydh dhe Zemrëmbla, këto gocat kanë emra ëmbëlsirash kështu. Po kë bëre ti mami? Limonin I thash. Po si të gjetën, ka shpejt. Këta tha që janë shumë të mirë për të bërë. Ishin gjithë ato. Ta pas kanë gjithë fiksu. Vetëm thartë. Limonin. Po ka qenë një rol I vogël, po mbaj mend ka qenë pak kështu. Kisha dhe emocion, po dhe frikë. Një studio e madhe, njerëz, mbaj mend ka qenë regjisor Xhaxhi Ladi, Vladimir Saliu. Po. Çiki sert kështu, po jo mua më pëlqente shumë karizmatik, dhe më ka mësuar shumë, ja di shumë për nder. Sepse një njeri që shikonte filma vizatimor, se unë shikoja shumë. Nuk kam qenë njeri që dilja shumë, kam qenë një fëmijë që rrinte brenda dhe domethënë kur shikoja që ai ishte vendi ku bëheshin, ishte një emocion shumë I bukur, por njëkohësisht ishte dhe frikë. Mikrofoni është çiki frikshëm vallai, kur shkon sidomos për të parë. Dhe fakti që ke atë skenarin aty se ti, isha fëmijë, po gjithmonë përgatitet që, unë do ta lexoj këtë një herë, edhe pastaj do ta analizoj personazhin dhe pastaj do ta hedh ndërkohë që ai thotë, shikoje tani dhe hidhe dhe ti je pak e papërgatitur kështu. Po që kështu ka nisur, domethënë, po me shkëputje, se duket sikur ka qenë shumë vite më parë, ta shikojmë tani, po kanë qenë gjëra të vogla, role të vogla. Diku nga klasa e 9 që ke parasysh njeriu fillon piqet më shumë emocionalisht, është pak më I shkat, sepse dublimi ka shumë. Nuk mjafton vetëm aktrimi, nuk mjafton vetëm interpretimi, sinkroni është shumë I rëndësishëm. Është ajo që është ajo që nuk e shmang dot. Po, domethënë, sa kam ardhur në rritje, si njeri edhe në interpretim,
Edhe jam këtu ku jam sot, por që duke qenë se unë si njeri interpretimin e kam pasur shumë qef, unë recitoja poezi para shkollës, më pëlqente të lexoja me zë të lartë, sikur e ka manifestuar këtë gjë. Dhe jam shumë mirënjohëse Aidës edhe Xhesit që më mori, se e di që edhe për shumë fëmijë tjerë të brezit tim, kjo gjëja ishte kështu si ëndër, se të gjithë ne jemi rritur me filmat vizatimor të Bengut edhe Çufos. Patjetër, Edhe që unë gjithë. isha shumë e lumtur. Edhe sot kur ju them njerëzve që po unë bëj këtë, jo se e trumbetoj kështu me të madhe, thjesht bie fjala kështu dhe janë kështu. Oh, edhe unë, është kaq e veçantë edhe janë, është shumë gjë e bukur. Me fëmijët. Jo, do thoja këtë. Një fëmijë që, domethënë, unë vazhdoja shikoja paralelisht, po dhe dubloja, edhe ishte shkoj gjithë qef. Çik frikë se kur je fëmijë çik i ndrojtur i ngurt, edhe ajo kompleksi është hequr me kalimin e kohës. Po Lati duket si gogol kur është shef për herë të parë, sidomos fëmijë, me atë mjekrën. Si baba gjyshi. Bravo. Ashtu. Po i frikshëm. Kam thonë 100 herë që ti nuk gjen fjalët e duhura, gogol, baba gjysh më valla. Po Pra. Gjithsesi, ka qenë edhe babaxhan. Domethënë, po më ka mësuar shumë. Unë i kam qef njerëzit strikt, njerëzit që të japin kritika. Më pëlqen më shumë se sa thjesht një bravo, punë shumë e mirë, mund ta bëj. Jo, jam mësuar me këtë gjë që dhe më ka pëlqyer kritikat që më ka dhënë, edhe lavdrimi, kur bëja një punë të mirë, po me atë kanë filluar. Lati është Më vonë, profesor. nuk ka patur Shumë shumë bukur regjisor, doli, po mund të jetë po. ndër regjisorët e vetëm që un kam punuar, që dikur punoj me regjisor, se më vonë Po. kaloi Me teknikat, po. Po unë e kisha marrë atë shkollën. Po. Ti ke qenë Kisha me marrë ca privilegj. baza, po. Ti ke qenë aq i privilegjuar mo, shiko, ta dish dhe ti dhe të gjithë. Këtu. Me gjigëzim. Ashtu. Të gjithë ta dinë që kush ka kap kohën e regjisorëve, ka qenë një punë jo strikte, se me fëmijët, për shembull, kam qenë dhe unë aty me ju, ndër ju, No. por allash me këtë. Po të dhash e bëka që dhunshëm, o vlla, se kemi femër, do dhosh. Na falni ju me neve. Fillu mirë, Më lutem. fal. Ashtu. Bëj punë tavoline, ne e kena thonë, e qenë punë shumë precize. Bëj gaf. Po që Lati nuk ishte gjithmonë kaq i qetë i mirë. Ka Të gjithë. Ka lezet më sot. Shkon atje, t'japin fletën, nuk shef gjë, veç e ngjon, e lexon, marrë punë, hik në shtëpi. Si zotni. Edhe lekti merr 2007. Ka lezet më? Fiks pra? Po se ngelesh pa lek atëherë ti dhe thjesht vje i dorë, kështu që e ke lënë E gjykun. di si janë ato, kur shkon atje pastaj që të marrin mos 2 muajsh. O vllai, se kishë lënë ti, se do thonë, kishë lënë të lekë tu. Jepi lekët ti, ha, qa pyetje kishe? Jo, nuk ishte pyetje, po do thoya të gjithë Po. fëmijët kanë shkuar me qef. Kristen përshëndesin, vetëm ai era gabimishtët. Nuk e dija. Kristen, dora po të kërkon. Nëse mos e ngacmo, mos e boll. Jo, e tromakse merr në fund. Jo, se e njoh Kristin. Jo, nuk e dija këtë në fakt. Kristen i tha unë shkova gabimisht, ta shkova për të marrë rrok edhe më kapo, më tha, hajde këtu bam se çan ndodhi, tha se mora vesh, po. The rest is the story. Here we Për are. gjithë ka qenë rast, edhe për mua, rastësi ka qenë, domethënë. Mbreti botës, e? Dhe kur isha fëmija Ajo nuk është e kuptoja atë. Po dhe prindërve ju pëlqente edhe kjo pjesa që paguaj, se dikur e paguaj më mirë. Edhe po, ajo ishte 1000 lekë reshti. Sa mirë e ditë ke? Si ka mu... Ati atëherë firmos të... Po, kur Jo, je po. fëmijë këtë gjë nuk e shikon fare, po fare. Fol për vete, disi unë kam qenë 100 lekë që kysh. Jo. Ti merr të ma, me gjithsesi, po. Qa rëndësie ka, unë i mersha. Ideja është që kishte bë lek. a kupton? Po, nëse- se po mos t'i mersh të haqë drunë Si shtëpi. ka mundësi më vëlla këtu në Shqipëri, domethënë i vetmi vend, që vetëm çmimi i dublimeve dhe i orbitit nuk ndryshoi këto 20 vjet. Ë? Gjitha u rritën. Ka shku ke frit hashi kokën që shi, apo se ngel këtu. Mirë, mo na e kthem politik. Po ngeli këtu, ka ngel 6000 lekë këtu. Mirë, ikë na bëj politik. Nëse. Shoku po me fëmijët për shembull rrugës, ose kur je lokal, s'ka rëndësi se ku. Ta dallojnë zërin për shembull të diktojnë, te i qesh. Jo që të më thot dikush që e ti e kjo kështu, po kam vënë re që për shembull më kthejnë kokën kur më po flas ose për po qesh, sidomos kur qesh. Po jo, që të vi dikush dhe thot ti e kjo, jo, po kur kam diskutuar për shembull me shoqërinë, me kolegë, njerëz që njoh dhe thon, "Oh, unë e di,
ta kam dëgjuar zërin diku thjesht, mu dukte si deja vu dhe nuk dija si ta bëja lidhje. Është zëri jot më duket i njohur. Çdo kujt që ja kam thënë, zëri jot është i njohur. Po është edhe kjo që shumica e personazheve që bëj janë gjithmonë shumë të vegjël në moshë dhe unë jam gjithmonë duke impostuar. Edhe kjo ndoshta ndonjëherë se unë në përditshmëri nuk impostohem, kështu që është pak e vështirë ta dallosh. Dhe unë them ndonjëherë vërtet, po të njoh edhe kështu edhe ashtu, edhe si e voçkal edhe si e madhe. Ma njohin zërin. Për tepër. Flashbacks, ha? Edhe nuk e pres, me të drejtën as nuk e pres ndonjëherë, se nuk është se dhe ndonjëherë kush i shikon. Ore ke 20 vjeç që dublon, si kush i shikon? Ke rritur një brez të tërë. 20 jo akoma. Po 15 pojë. 2010 do ketë qenë. 16. E ke qenë për herë të parë në klasë 2. Po, diçka e tillë. 6 vjeç. Po, shiko, se ka qenë me shkëputje, domethënë edhe disa vite kam qenë shkëputur, nuk është se isha e rregullt, siç kanë qenë shumica e aktorëve që çdo muaj ishin aty. Kjo gjëja më intensive ka filluar në gjimnaz më shumë. Okej. Edhe për mua më shumë është gjimnazja mbrapa që kam qenë më e përfshirë. Për mendimin tim s'ka rëndësi se sa vite ke qenë, rëndësi ka që kur futesh te këto database, pavarësisht se një pjesë e madhe aty nuk janë, ti je te kjo top 10 që me plus 300 zëra. Oh, se di, wow. Duhet jetë dhe më shumë se 300, po është started from the bottom. Nuk e dia. E tham këtë gjomo, dhe s'ka. Jo, je on top, Leli. Kupton? Me shumë të vjetër më të vjetër, akoma je aty. Jo, po ka 10 vjetër që kanë nga 100 zëra për shumë. Po. 100-150 vjetër. Tashi. Po përmend emra. Piero Malaveci i shkreti është 90 vjeç, do blej 200 zona, s'ka më takat. Po vjetër në aspektin first gen, e kuptos, po them vjetër nga 80 vjeç, po them janë këto që janë 40 deri 60, këto që kanë kapur kanë qenë 25, ka njerëz që kanë qenë intensivisht atje. Po. Edhe kanë 100 ca zëra. Po. Masa vend diskutim. Po, shiko, mund të kesh 100 sa zëra dhe mund të kesh bërë personazhe protagonist që mund të mbajnë më shumë mirë, se unë siç thash e kam nisur me role të vogla që mund të jenë shumë, po mund të jenë. Normalisht ti nuk mund të japësh një fëmijë. Ja 100 zëra i ke bërë kështu me. Edhe ka ardhur kështu gradualisht, domethënë duke përmirësuar, edhe sot them jam gjithmonë në përmirësim e sipër, nuk është se mendoj që ka pa kulmin ose ka gjithmonë vend për përmirësim. Patjetër. As se vend diskutim. Tani, kalojmë te ato që jam specialist unë. Okej. Këto pyetjet negative domethënë. Bravo. Është më jep. Pastaj unë do ta rregulloj dhe do zbukurohet. Polici mirë, polici keq. Po. Hajde. Ma thuj më herë para. Jo, një sekond. Po duhet futesh ti në lojën e herë. Dakor, po ta them. Tek shan gjuhë. Ja. Vështirësitë më të mëdha që ke kur dublon. Pra, një karakter që ti e merr ta japin, kush është the weakest point që ke ti kur dublon për shembull. Një që mendon që e ke. Po flasim aktualisht apo përgjatë. Jo, in general, kupton? Po për shembull, kur kam qenë fëmijë, vështirësia ime më e madhe ka qenë të qesh. Sepse unë për të qarë e qaja të qarën, për të bërtitur, për reagimet, kam pasur zë, domethënë. Kur vinte puna për të qeshur, e kisha gjithmonë. Duhet vite dikush të kili koste, se s'bën. Jo. Do mendoj diçka të lumtur, po nuk është se nuk funksiononte. Mund të mendoj ndonjë shaka, jo, domethënë ka ardhur me kohën. Dhe kur vinte ajo gjëja kështu si në ankth, tani do qesh. Që të kesh frikë qeshësh. Po këto janë përmirësuar shumë me kalimin e kohës, tani mund të qesh fallco aq mirë, me sa fake që jam ndonjëherë, më vjen kështu. Dikush mund të thotë një shaka që s'është fare fani dhe unë jam këtu. Jam aktore. Kurse të flasim sot, sot duke jam bërë shumë vite, kështu që nuk e kam atë ngurtësinë edhe atë emocionin e fillimit. Personazhet që mund të kenë për shembull një histori traumatike, që sot tek filmat e sotshëm shikon shumë personazhe me një të shkuar, të dhimbshme, ose ka skena me peshë shumë emocionale. Edhe gjithmonë ndalem dhe shikoj ndoshta atë, zakonisht janë anglisht filmat, të shikoj një herë, dy herë, sepse dua që vërtet kur ta sjell atë emocione. Nuk është puna thjesht të qash në një skenë të qarje, ka dialog që ka një peshë shumë të madhe emocionale, një shpërthim,
që ti duhet të kesh shumë kujdes, mos ta mbi dramatizosh, ta mbi interpretosh, po dhe mos t'jeti vakët, mos të humbasi skena të peshën që ka, sepse ti e di që, domethënë, nuk është se filmat vizatimor janë thjesht 2D dhe CGI apo vizatim sido që tjetë, nuk është se personazhi ka të mimikën që të tregoj emocionin. Zëri shumë i rëndësishëm që të sillet siç duhet. Këto skenat zakonisht janë të dhimbshme, ndonjëherë më ngarkojnë dhe mua emocionalisht, po që jo, i realizoj. Ndoshta sinkroni ndonjëherë është pak problem. Mund të ketë raste që mund të jetë fjalia e përkthyer për shtatur aq mirë, thjesht kur e di që ti do shtosh ose do heqësh ose do japësh më shumë tempo dhe ti të prish atë interpretimin që bëre në fillim dhe do ta korrigjosh aty them, pse më ndyra është kur duhet shtosh, që s'të vjen asnjë fjalë që duhet. Kjo ndodh me animet. Zakonisht me animet gjithmonë duhet shtosh. Për mua animet janë zhanri më i vështirë për të interpretuar. Sepse dhe intonacioni, fjalët, sikur janë me rrokje, ndarjet e fjalëve, nuk përshtatet me gjuhët europiane, me këto që jemi mësuar ne dhe është edhe kulturë komplet tjetër, që unë nuk është se jam dhe shumë familiar. Edhe kjo është, dhe zakonisht personazhet që kanë bërë në anime kanë qenë me goxha trauma nga mbrapa, kanë pasur ato historitë e veta të dhimbshme, çuditërisht animet që unë bëj kanë gjithmonë histori të trishtë. Po ku dhe janë intense. Ku gjegat? Edhe po, dhe kjo vjen edhe me një përgjegjësi të madhe që unë them po, duhet jetoj me këtë gjë tani, duhet jem shumë e vëmendshme, mos më shpëtoj asgjë, sepse siç thash, ne nuk është se përgatitemi paraprakisht që hey, ti do bësh këtë, dhe unë të marr ta shikoj filmin, ta analizoj etj, duhet jesh e vëmendshme në çdo situatë, në çdo si po ndihet personazhi, çfarë po ndodh. Kështu që po, do me thënë, duhet jesh i vëmendshëm në çdo kohë. Pastaj interpretimi, duke qenë se jam bërë kaq shumë vite, unë nuk jam aktore. Ka ardhur me eksperiencën. Lea do të thëshi si, jo, nuk jam aktore, unë jam zhvilluese. Nuk e quaj veten. Ka shpresë në për mua. Ti i pa shpresë. Jo. Shif këtu koleg tash që ta zbukurojmë pak negativ. Shkojmë tomit. Teknikat e tua të forta që ti mendon që këtë e qaj. Tani po flas, nuk po them kur je fëmijë, po tani që ka kaluar kaq shumë vite, çfarë mendon që është diçka your thing? Po thua për karaktere për tek dublimi, tek se si, domethënë si të bëhet ty puna më e lehtë, ç'është diçka që ti as nuk e çon në përmend rrisht ta mendosh, po thjesht ku e di këtë. Sinkroni më vjen natyrshëm. Nëse dikur vuaj, se mos kur kam qenë para gjimnazit, ndoshta që unë fokusohesha shumë te interpretimi, por që janë të dyja po aq të rëndësishme. Nuk mund kemi atë shprehjen e herë që shkove ke titrat, bukur e bëre, po shkove ke titrat, e zgjatë shumë. Edhe tani më vjen natyrshëm edhe batutat që bëj, mund ta shikoj një herë ose dy në anglisht edhe, domethënë, vi në kokë. Vet unë e shikoj që domethënë kur po e lexoj fjalinë e dalloj që jam shumë gjatë ose shumë shkurt edhe më vjen ndonjëherë ta përshtas vet batutën. Edhe kjo bën që shumica e batutave zakonisht nuk dua të mburrem, por i kam në kokë edhe jam bërë goxha shpejt. Jam bërë goxha e shkallët. Kështu ka lezet la. Kto pra është e bukur. Dhe nuk e di më ka bërë puna, edhe puna ndonjëherë se përshtatja është çik nevojë çik me përshtatjen, po nga që unë anglishtën e kam shumë të mirë. Kam filluar ndonjëherë dhe përkthej dhe përshtat. Edhe për këtë jam krenare, për përshtatje. Ti mos e luaj fare se merrem vetë. Po ti di anglisht për. Jo, unë jo. Ci penso io. Pas e the merrem vetë. Ja sono italian që flur dhe atë. Po që sinkroni është shumë i rëndësishëm edhe ta zotrosh pa humbur peshën e batutës, pa humbur ritmin, pa humbur tempon. Kjo është diçka që mendoj që e merr me kohën, nuk është se e ke të lindur. Vetëm eksperiencë. Do të kesh eksperiencë. bërë, po themi, 5 vite, po them unë, nëse unë e kam nisur dhe fëmijë, ndoshta më zhduk më e vështirë për ta kapur. Po që kur i rritur nuk e di, varet në çfarë moshe fillon, nuk kanë filluar fëmijë, kjo mund të ketë qenë dhe kjo që i kam përfithur më shpejt këto skillsat që duhet të kesh. Në vërtet. Shumë e vërtet. Tani koleg. Ka koleg. Unë kam një ide. Hajë inshallah. Fusim i publicitet. Sa i idhët, jam unë i idhët i pasaj. Jo, e di pse.
Morën çik ajër se pjesa e dytë pastaj do flasim çik më kështu. Për dublime, Po fillova me këto pyetje, Më mirë unë jo i po kam këto problematika, jo po leva, jo po ikte dia negative, po pastaj sa bëjmë çik pushim, të rrish pak të veshin, edhe të vishi lumtur pastaj. Mirë. Si mendon? Një ashtu si mendon dhe Tina. Po ti ka sapo? Dai bosh drejt jeshile apo si e ka hallë? Hajde se shifna pjesën e dytë. Ikem. Shadow Clone. Hej Qeros. Qeros. E, Se je boj hajdut. i thot Qeros? Je boj hajdut. A, bra. Je boj hajdut. E di. To- Po pëlqenaj. Po, E kam dublu vetë, mor. po mi mërë dakord, po, o vlla, ke morë 4 copë dherë tash. Po. E kupton? Aha. Po këta. O vlla, vej se del me shpirtin. Po, dakord. A, bra, po, dhe që ke. Ore, ku i merë ti se? Unë. So cool, Albania. Po ti e bo so hajdut, Argentini. Ja, lele. Ngele të mi morë këto, valla. O vlla, kuller pra, jo shaka. Ej, Kuller. edhe ju që mos bërë kështu si Argentinit në vjedhin këto që kam morë këtu. Se këti si dalin këto në shtëpi. Këtu. Avash, po fillon ta vjedhësh me stil, Ja, po- Që gjasu me gisht ja ku është. Ja. Fam, edhe. Ja, po se unë kam tjera. mos Hike bëj. drejqen. Unë kam personalizuar me iniciale. Au, krokante. Kështu që mos me e zgjat shumë, mos me dal ka tema këtu. Të so cooli, bëuni cool edhe ju, lele. Dakor? Shadow Clone. Kolegik. Ore kthym. Ty do të thy brinjët unë që ma nis shu butshëm fare. Çbut çmë e. A pra, Po mos më bëj delikate. është vapë. Jo, nuk është vap, ne s'kemi vap. Na ka hyrë vapa në tru. Ai, Sidomos kur bi ky shiu i herë. a të keqen. Ashtu. Na shtina. Na shtina. Dalim me çik. Se ore se se dikush të bukur, se them diçka tash se marrë kështu, kur janë. E kupton? Njerëzit Aha. mendojnë se ne nuk flasim shqipe letrare. Po patjetër. E kupton? Thjesht ne zgjedhim të mos flasim. Se ke morë ankesa? Jo, ankesa jo, burr, po mendojnë tash, mendojnë. Mirë. E kupton? Kështu, mendojnë gjithë ditën. Ne s'kena bësh kohë për të punë, kështu që. Jo, unë kam bëu vallaj, më Si në kryzojnë. Po mirë, po, kryzojnë. Eu. Ti je musliman më. Po, më ka urë derret. Po në musliman. Ah, Për nëse prasim me imi. Ai! Nëse dalim te pjesa dytë tash. Megi. Po. Sa shpejt. Bravo, sa nëse fol. Kaloj me çik të dublimet e tuaja shoku. A kisha ndonjë gjë kundërshtim? Po te dublime tu ishim të fol. Jo, tuaja tash tamam. Tamam. Okej, po. Ne po flisim për procesin e dublimit. Ah, ti po thu çfarë ka dubluar? Patjetër. Pa fund. E dim. A mund të ndalesh rahat tash? E më Bëj muhabet? ja. Ka urrë derë. Kalojmë të ca nga dublimet e tuaja më ikonike. Domethënë që janë ikonike. Te Dragon Ball show. Okej. Ta nisim rënd shumë kësaj radhe. Jo, butshëm se a kuptoj, ka prap, mos e mërzej. Mirë. sa të duar. Po nisim me anime të Mirë, rënda. dakor, po. Nisim me anime të rënda. Visto. Me temën tuaj të përshëruar. Ha, jo, e këtit. Po? Shif si janë dy Naruto. Si jam dy Naruto? Këto thotë jo. Ai. Po janë shumë burr letër, çfarë Po, ne unë e doja shumë Naruto. Qa? Yeah. E kam pas parë Naruto. Do me thënë Naruton edhe Dragon Ballin, edhe pse ishte kështu si çunat shikojnë Naruton, gocat shikojnë Sailor Moonin, nuk e di unë vdisja për Naruton. Vllai im kishte qef Sasuken edhe gjithmonë ishim kush është më i fortë. Ky ka Chidorin. Duke që është der me Ky ka potencial. Rinneganin. Jo, po ky ka Velpra. Po që jo, i pash edhe pasi se unë shikoja të dubluar në fillim, nuk është se kisha internet në shtëpi. Gjithë? Edhe më vonë, pastaj fillova të shikoj në web, te sajti i famshëm i animeve që s'po më kujtohet tani. me Gogo anime. Yes, po, Gogo anime. Jam i lashtë në birë. Por që s'pata durim pas shumë filler episodes edhe thoja, kur po shkom tek thelbi, kur do të takoj Naruto Sasuke. Kur do ndodhi përballja dhe do t'i që nuk e pash. E kam dhënë nga episodet e Nuk ja fal vetes, nuk e pash. Jo duhet ta shohësh. Thjesht mbaj mend një sekuencë që e kam parë në Reels, që i thot vëllai Sasukes, Po. Itachi, takon Naruton dhe i thot, why are you so obsessed with my brother? Ajo Tash shumë kjo se kem përmbledh cringe. I thot ai se e kom si vllai. Pra. Itachi më ka po ti pëlqyer. fol, më djalë. Itachi më ka pëlqyer shumë, ka qenë personazh shumë enigmatik.
Ky ka qenë karakteri i preferuar të? Jo, Naruto, patjetër. Naruto? Naruto. Patjetër, me Tani- ato karagjozllëshjet e veta, domethënë përveç pjesës që më i forti, personazhi kryesor. Ajo historia e vet që ne kemi mësuar shumë, Po. është ajo që të mos dorëzohesh kurrë. Është një nga këngët hyrëse të Narutos që është shumë e bukur, është një japonez. Cila? Ka një Bluebird. tekst shumë të mirë. Bluebird. Ja, Bluebird është ikonik. Nuk e di tani. Nuk Unë nuk e këndoj dot. Jo, Ka qenë japonisht. Po ma Bluebird pati është- treguar shoqja ime dhe ku më tregoi tekstin, se unë kur e shikonin me atëherë thjesht pristim që Ne fillonte live. seria. Kur pash tekstin në anglisht thash wow, Ja. wow. Po dhe ajo ikonikja që ka qenë në italisht. Ej, Ah, ju ajo kredrin s'des me. kur. Ah. Sa burr ka qenë ajo. Ose ajo e Olit dhe Benjit. Ta vendosim Vendose koleg. kjo. Jo, Lovers, e vdekme. Prit. Lovers, e vdekur që është Lovers. Se fillon me bateri. Loners. Po. Nuk e Ja mbaj. se, ja, ndërkohë që Po ka qenë kërko hyrës. koleg, Jo, vazhdo. gërmo tare, gërmo. Nuk e di me sa arke kanë qenë, po kjo ka qenë e dyta Pafund. ndoshta, nuk e mbaj më. Ose ka qenë kështu si rap Kam apo qenë shumë e vogël. Jo, kështu si dramatike. atëre vdekme që do të Po, jetë si kjo ta është e këndojnë parë. japonisht. Jepi. YouTube-i këtu tash do na bën ban. Jo, është tjetër, do Jo, më si duhet as ta... kjo? Ja, më duhet ta kujtoj. E di për harrova titullin. Nëse. Nëse. Më fiksoj tani, po ka një tekst shumë domethënë që mu i dia. Aty më pëlqeu dhe më shumë. Ka, jo Dragon Ball dhe ka be ripom grushta. Me thellë Jo, okay. Dragon Ball është i bukur. Shiko se Dragon Një Ball. sekond. Tash në Dragon Ball nga që Është këtë ai duka ka- emra kryesor ti. Pa. Të lutem, më lër pak të flasi e ftuar. Patjetër, se patjetër. Kom gjuar më bo. Lash. Jo, Dragon jo, Ball. më pëlqen që është bashkë bisedim kështu dhe jeni shumë nice. U Come on, nuk skuqi duhet të ndjem si Ky është negativ, intervistuar. po gjithsesi. Flasim të Fol pak gjithë. për Dragon Ballin ti. Oh, Ngjoje ti. jo, e kam pas parë. Kur kam qenë e vogël e kam pas parë. Me thënë me Freezën, me Përbinçi. Bu quaj, si quaj Përbinçi? Ky e ka bë bun, shive se Urdhën ngjarë. argjillare. Ky ka bë i pjesë kështu. Oh, e kisha shumë qef atë. Kështu si nuk e di, ka qenë shumë... Unë do të lezetshëm. Se boje kështu. pa. Jo, po mirë, kam qenë kalamor. Por, tash është më shumë si ba. do me thënë i preferuari im, sorry, s'duhet ta S'ka gjë. ka qenë Vegeta. Po di se për Vegeta. Vegeta. Ja. Nuk e di se ne Pa, shqipe Pro kemi Maxin atje përkthyer ti Vegeta, prandaj. po shumë karizmatik, shumë... Shiko, Edhe ti ke në- qef animet, më falë se po të ndërpres. Domethënë, ndoshta kur të kesh shot lirë, do Nuk të jam shijoj shumë një tek apasionuar, anime. po. Është Seven Deadly Sins dhe është ai E kam karakteri aty dëgjuar. brapa. Ai është Si e ka emrin? Vegeta 2.0, Escanor. Okej. Vegeta nëse të duket krenar, potent edhe Po se kështu. ka te ajo po thot se si Vegeta ka ndryshuar ndër vite nga Po, dikush po, nga negativ, u bë personazhi dikush negativ, pozitiv dhe ajo tranzicioni. ego që se linte. Ai është thjesht egoist olla, kaq Edhe marrë. puna e Ka tij, ajo Ka puna e tij me veten për të bërë më i fortë, se Goku ka qenë pak më, okay, Goku ishte Talent. naturalisht, po. Kurse Vegeta ishte më shumë punë. Vegeta ishte kështu. I shkreti. Prince ndërkohë. Always Yeah. the second. Prince të punu si plebe. E ke parasysh ti ç'a bëhet, ç'a Si paradoksi? princi jon, vetëm statusi. AKA Prince Leka. Ja, po. Ja, kisha thonë emrin vetëm ti ishte ashtu. Çfarë lidhje ka, po? Kujtosi se ja di. Po që Po birë. thjesht vlera pra që ka. Me që të them? Ishte sarkazëm, ne. Ai Eci. në grotesk. One Piece-in se ke pa besoj. Vetëm por kam dubluar sekuenca të vogla, jo. Kam parë live action në Netflix, sezonin e parë, sepse jam lazy, nuk do merrem t'i futem. Më mirë. Të dytën se kam parë akoma, shiko më pëlqeu, domethënë sa do to CGI Pëlqeu? është realizuar Po goxha. bukur është. Nuk Po, jam ma një si, fan bukur. se kështu që nuk arrit ta Jo, bëj atë jo, po them kështu diferencë. si Po, realizim. do unë të jam- thënë të kthesh animet në Po. live action Është shumë është vështirë. përgjithësi shumë e madhe. apo? Tjetër, po. Edhe ata, shiko, mund mos ta kenë bë perfekte që thosh ti shkullesh Është flokut e se me dy pamundur. skemi për shkull, po kush ka? E kupton? Mjekra. Jo, ideja është që ishte e mirë punuar. Detajet ishin mendu, masa e CGI nuk është më perfekt në botë, nuk është Iron Man që vjen i bëhet ai kostumi kështu me auto, se s'kan të njëjtin buxhet, plus janë shumë të lartë. Marvel, është Marvel. Nëse po të kishin buxhetin do kishte Dark Pair, po
prap është shumë i bukur. Se unë prapë mendoj që anime do të ja, thjesht po, anime. Po pra, pasi Jo, live jeni mësuar ne me anime dhe mu personalisht më shijoj në anime shumë më shumë. Shiko, ti ke edhe Dragon Ballin që e vjetri që është bërë një herë live action, ë. Po është skandalozitet. Ai nuk është Dragon Balli. Po, mendoj që me live actionin, domethënë, you can only go wrong. Vetëm mund ta përkeqësosh Po më shumë. është për këtë gjeneratën Për e çdo- re këtë zën. Po, kam bërë edhe Se keni me gjeneratën Z. Nuk jemi ne pjesë e gjeneratës Z. Po na si fal. jeni më të vegjëlson? Piro. Zëja është 97 dhe 2011, mos e bëj. Se futesh në 97-ën, ë? që ta vërtetoj që jam i madh se ti, çfarë shenjë horoskopi që mos përmendim Peshqit. numra. Peshqit. Je një muaj më vogël se unë. Okej. Plus minus varet, domethënë, je shkurt apo mars? Mars, jam Një muaj peshk më vogël Marsi. se unë. E më mirë. Çik 3 muaj më e madhe se unë që e ke. Luane E në një këtë. Ah, E një okej. Po ne quhemi Gen Z. E 2 vite. Ne Madje futemi te disa Gen thonë Z, ë. 96 më duket, po unë jam fiksuar 97, ndoshta se është viti im. Gen Z Po jemi është kështu pas ne si 2000. mixed me Po pra, millennials. ne jemi gjenerata Z. Jo, po ne jemi kështu si të humbur, Ka ne. diferencë, ne shqiptarët për shembull nuk futemi këto Gen Z se ne jemi 50 vite mbrapa, se na palosi. Po jemi G akoma. Ne jemi te kjo gjenerata vjetër, gjenerata punon me forca tuja. Çik Vegeta pak for keq life. jemi, po. Nëse për te shaka. Humorit Ë, tim bazik. bo. Ah. Kush ka qenë një rol për shembull që po flas te Naruto, me aq sa ke parë që ti do thoj, këtë gocën për shembull doja ta dubloja unë. Me atë Hinata. tëndën, do që ke pas qef. Hinata e shkon. Tani të gjithë e donim Sakurën, të gjithë donim të ishim Sakura. Vetëm ti që në duket. No, Lalim. Sakura është karakteri Po më tani, i urryer në Naruto. Tsunaden nuk e gjej veten te Tsunade. Ja. Mosha e modhe. Po, ajo është të Personazh protagonist, gjithsesi un kam qenë me shumë gjëra thoja budallaqe Sakurës për shumë gjëra që bënte, po që prap kishte Unë atë mendoj që ndjenjë. zëri i shkon më shumë Inos për shembull. Ja. Se Sakura është vërtet e burr. Kush? Jo, Po, le shumë. Sakura, po thosha Hinata, Sakura o. është si çun, si lac, edhe Hinata. Unë kur do Duke më që se shkonte ka pas mua qef më Naruto. shumë, Po. po unë jam kështu zë i but, Hinatën. Hinata. Po, ja, ju që shihni kur dubloni e dini ku e keni. Por e urrej dhe Hinatën, domethënë në ato Se? gjëra. E urrej? Kaq që është shaj, kaq që e turpshme. Ka siklete, është Ishte introverte. shumë, nuk e di. E kishte fjalë shumë e lekë. Po kur rritet pastaj. Dy kalamoj. Se ke Se kam parë më, jo. Preu flokët, u zbukurua. Çathure, si nuse ka të unin kur ishte ndasur. Rrërët. Po dhe Ino, po. Ka Se qenë te Dragon mes. Balli për shembull ke bë panin, besoj e ke Po. bë para shumë vite. Po është GT-a. Aha. Pra te GT-a, se s'ka pas dalë te kjo. Nuk e mbaj mend tani saktësisht se kur, po them Ka më qenë shumë kështu, Që të se vitet Besoj 2013, keni 14, besoj keni diçka qenë në të njëjtën klasë. Si ë, pan, Ja. Ka shumë vite, por nuk ka e qenë di nëse Maksimumi mund të është ishte në dubluar gjimnaz. në periudhën kur ka dalë. Nuk duket se është bërë më vonë. Ma po. më Është bërë vonë, më se ka dalë vonë, në kështu të gjashtë. që GT-a. nuk është dubluar kaq herët, kështu që dha shumë kohë nuk ka. Para Covidit. Po, Para dhe pas Covidit. Para Covid. Na po. Para Covid. Ishte para dhe pas 2000-shit, tash është Ka bërë para. qenë dhe pas shumë, Covidit. ka qenë shumë e lodhshme Pse? të bëje pani. Po pani ka qenë. Sepse ka qenë një profesor, personazh, po, protagonist, Shumë po që shumë impulsiv. luftarake. Dhe ato skenat me luftë janë gjithmonë shumë intensive. Po jo, se ne na kujtohet vetëm kjo pjesa, e ke parasysh në vjet. Fal për vete, se mua Jo, unë e kujtohet di me gjithë. detaje. Jo, na kujtohet kjo pjesa që pani, hajt mos e slet shumë, po pani ka qenë literalisht Jo, është protagoniste. protagoniste nga fillimi deri në fund, aty e kupton, ka pas Ka pas qenë shumë rresa. pjesa kur Goku bëj vogël, mos e Po, bëj. Goku i Po. vogël. Aty ka qenë ndërmë impenjuese, domethënë ka qenë shumë më lodhte shumë të Pas aty i bëja bënte pan. boss around ajo këtu në vrena. Ishte e lodhshme për zërin të paktën ato 2 orë që hyje ishin shumë intensive. 2 orë punosh vetëm ti? 2 orë në ditë, po nuk mund të punosh më shumë. Shumë e lodhshme. Fal për vete, prapë ne vend. Hajshe çokun Mund më të kem bërë ndonjëherë rrallë 3-4 më shumë jo, po me E. pushime ndërmjet se nuk zëri aq është. Gjaxhi Nëse lati ke me ditë shok atëherë ting derisa ta bësh aty. Okej, Po. kam qenë fëmijë prap, nuk është se kam pas aq Po, shumë. ndryshe nga ti ka ngarkesë. pas një problem tjetër, se me sa duket si qëllonte të dublet e para dhe është detyruar disa herë. Shiko se këto e kemi Bërë. pasur gjithë. Po, pra. Unë kur shikoj mbrapa filmat, serialet që kam bërë, kam qenë shumë e vogël, kam çik cringe, kështu them,
do ta kisha bërë më Ma mirë. sërë si pëlqen zëri vetë, ndodh gjithmonë. Jo, kjo. nuk më pëlqen. Kur? Nuk më ka pëlqyer. Biles kur unë kam parë një film shumë vonë web. Aty po shikoja gabimet e mia, e thoja, jo se unë nuk di ta bëj diçka, unë shikoja Gjelia për mungesë vëmendje ndonjëherë ndaj personazhit. Duhet ta dëgjoj më shumë, të ndaloj, ta dëgjoj pak. Është ajo që ti do ta mbarosh diçka për shembull në ato 2 orarshin, ose është pak ai presioni i kohës që ndonjëherë nuk na lë të ndalojmë dhe ta shikojmë çik më mirë. Flas më shumë për filmat që janë çik më me merak. Se unë seriales është e kam bërë dhe aq shumë, po filmat i kam kështu. I kam Pikë në zemër. Po, i kam. Më shumë se serialet. Një histori që nis dhe mbyllet. Më pëlqejnë filmat përgjithësi, më pëlqejnë filmat më shumë se serialet. Nëse janë dhe më pak impenjativ se sa seriali, se ti rish Është e koherent. vërtet. Është e vërtet. Nuk ke kohë ta shohësh vetë, karakteri ndryshon. Mos ti jesh një herë po tregu duhet vazhdoj, do futet dikush tjetër, e transformon, ta kthesh prap. Ka ngari pa fund seriali. Tani nga Është e filmat që ke dubluar, po flasim për këto rolet kryesore që ke bërë. Cili është njëri prej tyre që ty të ka ngel mendje që ka thënë në veten, këtë e kam qah. Shumë. Jo, mendoj Shiko, po ta që bëjmë thjesht, 3 prej tyre. pas kur kam qenë studente, ndoshta se tamam kur ti je studente, ke arrit tamam atë pjekurinë emocionale që i realizon gjërat më mirë, që aty mbrapa çdo gjë që kam bërë më ka pëlqyer. Domethënë, jam tip që këto më vonë më pëlqen ta dëgjoj zërin tim. Nuk ja heq këtë gjë. Po mbaj mend një herë që kam qenë shumë e gëzuar që po e bëja, kem qenë në gjimnaz. Unë isha fan se çmendur e Rianës që fëmijë. Edhe e ndisha në Instagram patjetër, fillimet e Instagramit, edhe kur pash në Instagram që Riana bëri një film. Ishte me një alien që largohen, duket quhet Home. Po, e di Është për çfarë Riana filmi. dhe alieni, po. Edhe thjesht ishte unë e pas që ajo po bënte këtë filmin, sepse bënte premiera, bënte promo, dhe kur më thanë këta pak muaj më vonë, në fakt pati dalë goxha herët, që ti kur pash aty që do bëja Rianën, unë çmenda. Ua, isha njeriu më i lumtur në botë, domethënë. Nuk dua Kjo lek është vetëm më kaq. mirë. Në ato moment thoja, tani edhe po të më thonë s'do vish më. E mbylla çiftin tim, e mbylla. Mbarova. Ky është kulmi. Nuk e di, kam qenë në gjimnaz apo në universitet, vit parë nuk e mbaj mend. Çfarë viti është? Po Ai film i vjetër shumë edhe ai. Zëri i Rihanës për mua është një ndër zërat më të bukur dhe kur flet ajo femër, unë adhuroj domethënë. Unë nuk e afrohem dot, po thjesht të gjitha gjëja isha shumë e lumtur që po e bëja, dhe ishte rol protagonist, kujt nuk i pëlqen kjo gjëja. Po filmat të tjerë kam bërë goxha, për shembull tek Turning Red, nuk e ka qenë në 2023, mos gaboj. Gjeja pak veten adoleshente aty, që është kjo me i vajza që rritet me ato traditat e forta të familjes aziatike, koreane, mos gaboj, ndoshta edhe gaboj me pantën ose kineze, nuk e di mirë, po më shdukur si koreane. Kineze, Red Panda më shumë. Red Panda, okay. Edhe më kujtonte pak mua dhe mamin tim, ajo marrëdhënia mama vajzë që ti do të rebelohesh, familja ka rregullat e veta, ti nuk duhet të jesh gjithmonë performante, të kesh notat e mira, të kesh ato S'ke perfeksionin, ndërkohë që ajo donte të shkonte te ai koncerti, donte të ishte më e lirë me shoqet e kështu. Më kujtonte pak veten time edhe kam kështu rebel si sta jep. Jo shumë, domethënë do doja të isha, po që ishte ajo dëshira për të qenë e lirë. Edhe e kam shijuar shumë atë rolin. Më ka pëlqyer shumë, ishte edhe funny. Edhe Suzon më ka pëlqyer shumë kur e kam bërë. Ka pas goxha ngarkesë si personazh, po Ti ke bërë animet, po Suzon. Ta sjarem edhe për ju. Goxha ngarkesë, po nga animet ka vërtet mesazhe shumë të bukura që ti ndalon dhe mëson. Mbaron të filmin edhe Ne reflektojmë fundit. Ndoshta edhe në subkonsciencë merr sa mësime, se ndonjëherë kur del thua, okay, do shlodhem tani se u lodha, po që kur shikon mbrapa, në çdo film që kam bërë, gjithmonë ka një mesazh. Prandaj filmat i kam shumë qejf se konkludohet në atë gjë, po që më ka pëlqyer shumë. Ka patur dhe shumë tjerë tani që mund t'i kem shijuar. Ernesti dhe Celestina ka qenë një film që nuk e njohin shumë. Mua më ka pëlqyer shumë Celestina. Ua, çam nga. Është vizatim, më pëlqen se është vizatim dhe nuk është CGI. Ai. Jo, filmi ka
qenë Shumë 2 i vjetër. filma, vërtet? Po, është I Filmat që unë kam lashtë, bërë, jo, kanë qenë mos ke Ndoshta bërë një remake sa ai. studente, po film, jo serial, nuk e di. Okej. Okay, të Që është filmi. 1001 Po. Po, është i vjetër pra. Po ka qenë Kanë qenë dy 2D realizime fare, shumë të kom bukura. vizatim, skic. Më duket Vin Beleri ka qenë Ariu dhe unë Celestina. Se mbaj Kam më. shijuar shumë film i bukur. Edhe me mesazhe, më duket pati qenë dhe një tjetër, u bë dyshi. Shumë Se film di i bukur. të duhet, mbaj mend ato të vjetrën fare. Po e di kush është problemi. Ha. Jo se unë kam pa aq shumë, se mund të ketë shumë njerëz që rrinë dhe vazhdojnë shohin akoma shumë se janë fiksuar, por që janë o bok shumë si katalog vot, çfarë është ajo që E ke pas në videotekë. Po, ideja është që duhet ndezësh palimpsestin, por jo artistat që se dini, është një pjesë e trurit që Ja. të vinë ato kujtime që ti kërkon tash, pas janë gjysore bam të godet ajo. E kupton, Po, dhe po. tash në moment nuk të vinë. Po e kam me xhirot avashta, e mora vesh. Benz pra. Ai Do 190. të shnorën, po kur nëse. E kuptoj dhe kjo po më ndodh tash, domethënë vin si déjà vu gjitha këto që po flasim, po puna është që s'kujtohen skenat. Po thuaj drejt që si di se s'gjykoj njeriu. Unë nuk të jo, gjykoj jo, fare. po ka Unë thënë- nuk i kam parë filmat e mi. Më vjen keq, por nuk i kam parë sepse kur ti dublon, mbyllet ajo gjëja aty. Po pra, thjesht si ka mundësi kjo, se për shembull që të ndërpres Shumë fjalën pak dhe herë, kam parë ndodh të diçka. mirë Jo, keq. mbase unë jam i ri te ky zonat, e kupton, por që Je e i kam ri. në përgjithësi në vija trasha me çdo gjë që unë bëj. Në momentin që unë përfundoj një punë, dua që ti më parë që ta shoh. Domethënë është kjo vet korrigjimi nëse mund ta quash. po. E kupton? E shoh herë vetë, di që s'm pëlqen, s'kam çfarë të bëj se kush e bëra herë editimin nga e para, po them herës tjetër. E kupton, kur të vi herë tjetër do përpiqem. A ndodh edhe me ty të gjëra për shkak, nuk po flas të shikosh dublimin mbrapa, po kur Po. jet ajo atje që bëri dubl paf rrinë ndonjë ta shoh herë. Po, në proces pune po, gjithmonë. Prandaj Unë kam, dalin perla. Jo gjithmonë e ke atë luksin e kohës. Po, se Ky është faktor tjetër që nuk është Një film up to që you, e kupton? kam dashur ta shikoj, ka qenë kur bëra Wednesday Addams, dhe familja Addams. Edhe Më ka këta pëlqyer po. gjithmonë Wednesday, se unë jam brune, se tani kam lirë flokët. Kam qenë tip që vishe me të zeza, bardhë zi, dhe kur shikoja Wednesday të veshur ashtu, thoja, ti pasi qenë goth fare me Lali. Jo, Nëse ja ke qërë, spec jo, fare. qërë, jo. Më ka pëlqyer, kam dashur të shikoj, nuk kam mundur. Tani, kur unë isha fëmijë dhe realisht kja të kureshtin se janë dublimet e para, dhe ti do të shikosh veten, kanë qenë personazhe episodik që ti nuk dije kur do vinte seria jote apo filmin që ke bërë ti, se nuk është se do rrjete ajo EPG-ja dhe të shikoja të listën. Mund ta shikoje ti 3-4 ditë, 3-5 kur po del nuk dilte dhe mund dilin moment që ti harroje fare. Po, thjesht Sepse nuk ishte tani që mund t'i bësh play, ta ruash edhe t'i bësh replay. Na, maksimumin po nuk kishte ishte. ngecje imazhe atëre. Madje mbaj mend të vetmit Ose ti filma kishin dritat. që mund të kem parë, kanë qenë to Barbie-t e vogla që thua ti po prap. Filmat e Krishtlindjeve që unë e dija që kur e bëja këtë gjë në nëntor, në dhjetor do dilte dhe rria e ruaja. Barbie dhe Arthyesi më e menu që më kujton. Ajo ka qenë, jo, atë e kam parë, nuk kam Aja dubluar. është. Ajo që Çdo Barbie, ajo është- princesha dhe varfra, nuk e di. Jo, mund pëlqej vetëm ajo Mirna. Rapunzela që e kam pa kalamo. Vjetër Ato dragoj, vjetër. Ashtu, ajo me dragoj Dragoj. Leila, Po. që hikën nëpër shkalla. Po, gjela se të ka pasqyrë, parë. çfarë është ajo? E mund kujt diun diçka e tillë. Atë, jo. Sa turp. Ka këtë pjesë ka sa më. Ju ka di se. Ka Po nëse e kena pa valla se kur e kam pa unë këtë kom qenë klasë 2 sa kishte filluar mësoja. Potenciali që në rini, Hetë vdesun Ramoni imdi. Ishte dorë në drejtë. Dhe do me dhënë, mbasi unë kisha këtë kureshtjen dhe shumë rrallë dhe pranova faktin që okej, ndoshta s'do i shikoj më, po kur vjen dhe mësohesh, gjon sërin tënd, punë pas pune, kur thua ti do i rikthesh batutës, ti e di që e ke bërë mirë ose keq, sido që tjetë, do me thënë e mësohesh me këtë që okej, zëri im del televizor tani. Paka shumë e krijon atë, mësohesh ke më shumë rolet, mësohesh me ide. Në fillim është ajo kureshtja e fillimit, pastaj mund t'i kem parë shumë vonë në web, jo më Tani pas digital. kaq shumë vitesh. Po. Do i pyet Shumë lezet që vitesh. është kështu spec fare. Hajde. Kur e dëgjon vetën tate që do të dalin në kështu filma zatimor rastësisht me dashje pa dashje çfarë rëndësi e ka. Dëgjon vetën tate dhe thon, "Oh, un apo thu po doli kjo."
Të morin dy ekstreme. Varet tash. nga filmi, varet nga roli, më pëlqen ose s'më pëlqen vetja. Kjo është më shumë. Varet se çfarë po shikon atë moment, mund të jetë diçka që mund të them, cringe. Mund të jetë diçka që them, sa mirë pas kam bërë. Ndonjëherë habitem që sa mirë kam bërë. Po, është të dyja, të dyja anët të medaljes. Nuk është se kam vetëm një kështu sa krenari jam për veten. I kemi Po, bukur. Ai sa- patjetër. Bukur, po Sa jo krenari kështu, jam. probleme Herë kështu, herë kështu. bukur. Jo, s'kam Kam probleme. qenë gjithmonë Me është bumër. konstante. Ka qenë gjithmonë progresion në rritje dhe them gjithmonë se kam arritur akoma kulmin tim, më bëj edhe më mirë. Më shumë se Unë- Duket sikur çdo film që bëj e bëj Shiko- vetëm më mirë, nuk e Ti di. sa ke fillu? Po, Por se ke shumë Po, vite, po. e kuptoj. të 300 parat ishin. Do që ke po drejt tash. Pastaj O, janë too much, janë shumë. Jo, Nuk nuk duhet jam kisha. pra. 500 dublimet e para janë vështira, masane ja hedh. Masane Nuk- këto- Masane Dy dikë një sytë edhe shtetit. Ja ku më dole aty ku desha të dalë. Ha, bukur, e? Po pra, Ha. ke menduar ndonjëherë të bësh dublime jashtë shtetit, pra qoftë për Disney, për këto shtëpi diskografike. Paguaj mirë. Po Është shoh ëndra drejt. ime. Është ëndra Është jote. ëndra e të gjithëve, po duhet të jesh i mirë me anglishte. Po ti the që je shumë mirë me anglisht. Jam, gjithsesi. Na Filmat dela jo Disney prashe. ti duhet të jesh pakete plot, ti duhet të këndosh, Mhm. duhet të interpretosh. S'është e Unë thonë. nuk e kam zërin për të kënduar, e them nuk kam talent, unë nuk kam. Gjithmonë aktorët e dublimit, Ta dalej aktorët e Alex, zërit, më se dublim bëjmë ne, Shiko, aktorët e shumë- zërit kanë Patjetër se dhe gjithë këndojnë. setupin gati. dhe jo thjesht zë, zë të fuqishëm. Kështu mendon deri në momentin që e provon, se më besoj nuk mund ta them dot në kamerë tash, jemi befasuar kur kemi dëgjuar dikë të këndojë në dublime edhe kishte dalë që janë këto të opera. Po thua me Ai. AI, me AI. Jo, shqiptar, shqiptar. E kishte marrë, kishte punuar. Jo, unë e di që nuk këndoj. E di Mendonte sepse dhe çdo zotëria kush në ka fjalë. kënduar në dush edhe e di ose në makinë dhe e di që okay, jo, nuk do Mendoj bëj se karrierë. Nuk do bëj E karrierë. di çfarë kjo duhet të jetë diçka që ndodh jo vetëm mua, po të gjithëve, domethënë se unë e kap në herë veten kështu, unë thotë nuk di të këndoj, po ka ca këngë për shembull që kur jam vetëm në makinë, janë këto këngë ti bish damarve kështu që mos ketë Për zgjati, po po. Jo, balade. për zgjoni. Ti bish kështu që mos ketë Diagonal pra, po. A kupton? Edhe kap në herë veten tuk nuk kështu le, a kupton të butshëm. Ha. E them po unë valla se unë katunar jam zmor vesh këtë që nuk fuka më me këngën, nuk do pastaj them rri budallë të ngjëna njohin të bëj me heme. E kupton? Po, da, jo. Shiko, unë mendoj që është e gjitha të mosbesimi, sepse ka shumë këngëta, kur kanë bërë këngë disa që E ndi, po. Leli. Jo, unë i di limitet e mia. ishte ai turpi, më Po besoj. më Jo, shiko, i atje dini ka limitet e kanalizim, domethënë për role që kanë këngë, se jo të gjithë karakteret këndojnë, patjetër. Në qoftë se rolet në shqip do ishin të kënduara dhe kriteri për audicion do ishte niveli Disney. Nuk e di se ku do ishim. Jo, sot Nuk do do ishim bë- këtu do e bëmë Unë do isha fare këtu, kjo është e sigurt. Ai, nuk Jo, nuk jo. e shikoj si punë dytësore dublimin, kjo është pak për e sigurt. E, kjo është e vërtetë. Nëse Mirë, po se flasim me bësh karrierë parametra që jo ti bën këngëtar, këto studiet e thosh, dublimit, po të bëhet për shkakun siç bëhet jashtë shtetit, po flas Musical, jo më ose- larg se Italia, që kanë studio dublimi, po shkon Disney atje për shkakun, i thotë ky është filmi zotni. Po. Me sill dubluesit, ti shikoj, do këndoni, e kupton bëhet Bëhet një brenda audicion i mirë parametrave, film. po. Mhm. Edhe dubluesit paguhen nga Disney. Oh. Po, paguhesh nga Disney. Po mirë, se tani ne nga që jemi dhe popull i vogël, këto platformat jemi streaming nuk është- si Netflix dhe Disney Plus Shiko. nuk na llogarisin, ëh? Jemi konsiderueshëm shumë njerëz në E di që në krahasim me- përbot jemi shumë. Bravo, dhe Dhe problemi më vjen është shumë që filma ne, dhe ne si shtet nuk është puna te ne si njerëz, por ne si shtet jemi akoma te others. Po. Oh. E Pjesa kupton? Edhe po. kur shkarkon një lojë nuk e gjen aty Albania, duhet shkosh te others dhe ti Others. thosh jam shqiptar. Do janë këto Edhe në çështjet e- PlayStation nuk e Ka sa po e ka për këtë? Jo, po ka për këtu tash. e di që, domethënë, Se luan lojra? jo, unë e kam humbur atë durimin, nuk jam më gamer, vetëm këta luaj. Ti që ke spend fare më. Vetëm atë. Se Po e di folje, që folje. duhet të marrë kështu gift cards edhe t'i Jo, ngarkoj. të mësoj unë se si bëhet. Okej, Pastaj. okej. Kjo është presore për këtë. Nuk po mikësh. Mjafton të kesh një kartë debiti, edhe lek Jo, e brenda kam. of course. E kam, po nuk ma merr asnjëherë. Nuk e merr te PlayStation, të tregoj unë, mos e rënd. E zgjidh Bobi këtë po. Projekte ka sa po të ndërtojmë se mësoj gjithë. Ose i poshtë. Po që me qëra Allafi, cila është loja jote e preferuar? Ai, po, ta shqyrë e erdhi ku? Përveç GTA, do të thënë cili zhanër lojrash? Naruto.
Jo, nuk është se kam pas në një të preferuar, kam pas luajtur këto të vjetrat, më vonë e lash, po kam pas luajtur God në of War? PC. Jo, Prince of Persia, po, Persja jemi. Need for Speed, po. Qa fletire? O vllai. Kam pas luajtur edhe Blur. Oj! Po të them, jam tek Tool, do me thënë nuk është se... Do bëjmë kampionat Bluri për gjithë ju. Do riklejmë Blurit. Nostalgji. I sekond që ta mbulosim. Need for Speed Underground 2-shin e ke lujt? Nuk është se po, dhe unë stuante. I mylla se do mbit fiket. Come Mylla se do mbit fiket. Shiko, nuk po them se kam qenasë, thjesht kisha qef se tashi ne dim që femrat nuk është se japin aq mirë makinës, po kisha qef. Ti ke makinë? Ti ardhe dhe tu. Yes. Në rregulli. Po, E ke për laser? jo. Je shumë Shiko, të kesh sensor dhe kamera vështirë të gabosh. Jo, gabon. Gabon se jo fund të rob. Varet si qëllon. Ose Varet mas sensor nëse një situatat komplikuara edhe mund. Bjeri. Kam Plesh edhe Jo, ka qenë situata që them, kam blen shkuar 2 pikë në Mos sistem. bëj deklaratë të tilla kamera. Është vetëm fillimi, nuk e di, nuk u pas viti që japim, se patentën kam sa kohë që e kam marrë. Akoma rrezik potencial në Mos rrugë. kam një policë që na shef edhe thon kjo si ka mush akoma mos. Jo. Patent apo ke viti Jo. me patentën. E mora patentën mbas 2 vitesh kam marrë makinën. Super, jam rregull. Ec. Jo, ligjërisht jam okay se kështu nuk ma mbante se makinat motor të madh për patentën time në atë kohë doli ligji. Nuk jepja dot. Jo, nuk është se prita për këtë arsye, thjesht ashtu erdhi koha, kurseva, e bleva. Nuk ma bleu mami as babi. Urimi që bëjmë njerëzve është larg servisit. Faleminderit. Faleminderit. Ky është urimi më i bukur. Edhe budallojmë në rrugë, patjetër. Për zotin. Kjo është sfida më e madhe. Jo, varet se po si kapet e vijat e bardha, na lo aty se jem rregull. Problemi është kur i kap të vijat e bardha. Aty digjesh nga pikët. Pikët i merr pas vijave të bardha. Aty të ngjesh pikët. Checkpointin e ke të vijat e bardha. Nëse do bësh një pyetje tjetër ti. Jo, ta mbyllim këtë, themin 3. Po. Super. Themi deri 3 i Ti fuqishëm. ka sapo si e ke menjë. Shadow Clone. Unë, Ti unë ne? më shoku teme, Ai. më bën reject, do të thështi pse. Shkova te këtu, Të Xhapeni. edhe i thash vit me kështu i thash me promo kod. Promo kod më thash, i thash Shadow Clone. Shkar burdalam. Mirë ta tha që vin tha për ditë, pa e në ti. Kështu që neve s'na lejohet. Ne kemi ban. kemi bastardu, se ju nuk e shihni, po janë dhe 2. janë anë nga krahu tjetër këto individuale, se s'kemi ku t'i varim këtu. Ashtu. Dhe me thënë, shikoni se... Se ne kena gjithkohë, se këto i keni edhe për antistres, Pa. Përveç këtyre, ja ku e ke goxhon me shoqënia ne. I kanë pa. I kam pa? Se kemi orë që më gjërëm. Ashtu Edhe episode bire. tjera, por shikoni se kishte ardhë molli i ri migra. Ai migra. Na ka dimush se ka shku data 5 sa do të thotë. Po. Kur dalë regjistrimi se Ai 5/5. 5, ha. 5. Bësh në lek mësditën e. Ai amin. Ha? Aha. Ne ikim pa deshët. Si e kishte? Çfarë do morin? Lutem, thë pak emrin. Japan Square Anime Store. Nëse do keni tag më këtu te Që poshtë me aty poshtë ke titrat. Këtu poshtë. Do keni tag. Ule çik më poshtë është e titrat. Po. E me qira llafi, se kemi edhe ftumin. Patjetër me tash, ha. Unë thash ti bëj dhuratë kështu antistresi, edhe pse ishte shumë i lumtur. Patjetër. Si dihet sa asnjëherë. Po. Të lutem. Faleminderit. Pse që kam me sy mbyllur? Hapja synën. Jo. Është lloji kështu, do mos shohë. Jo, paska sy. E ka sy çkën aty, e ka. Ishte ka të lidhur. Se nuk do që të shikoj negativitetin vërdall. Do të thënë, jo këtu, jashtë kësaj. Po, tu s'ka negativa. Varet e makina dhe ke i sy dhe i vesh qorre shurt, çfarë është ajo? Por më erdhi makina, kam disa figurina kështu Hello Kitty. Të gjëra kështu plastike, janë plastike, po i kam mbajtur aty. Futem te kjo Japan Store edhe e sigurt që s'del I ke gjitha origjinale japoneze, se vi nga Japonia, të sqarojmë këtë mohabet. Vinera Tokyo. Po, janë totalisht japoneze. Jo, se nga që këtu të ne. Tu vjera studio. Tu vjera varfëri. Nëse, ka sapo, talin të pjesa fundit se kena i plan të bukur. Shadow Clone. Ai,
Pjesa funit më Jo, epike. o vlla, shiko se kuptoj, e di të ke problem, do fillosh ndryshosh të hafni. Tani pjesa funit është pjesa Më kulminante. Më palodhshme, Po, më e po. lezetshme, do thosh ti pse. Ha. Se do bëjmë një lojë. Lojës. Kjo nuk është një lojë, është më shumë contest, challenge. Po pra, ajo klasike e jon. Selection. Old but gold. Ka në fjalë shqip për të. Do zgjedhim, Po. E ftuara do zgjedhi Patjetër. animet. Do bëjmë vetëm filma vizatimor. Vetëm filma vizatimor, se do ta ndrojmë. Po kështu old school. Old school, mo. Deri te Masha dhe Ariu do shkojmë. Jo, jo, aq old school. Ta vazhdojmë direkt, mos rrim të... Unë si dush ti më? Jepi, bëj parë. Ta bëjmë të parën. Butshëm. Butshëm. Pa. Ku di unë tani s'butshëm? Rëndshëm. Okej. Ka problem. Jepi. Okej. Lule shtrydhe zemërëmbla. Sa e vështirë duket që është e vështirë. Po ju ndaj funciane me se s'rritat. Apo suzume. Ua, sa zgjedi vështirë. Suzume fatjetër. Ai, po i s'mërrijem. Ti. Tash si bëhet. Suzume apo Shreku, po njëshi i parë i fare. Shreku. Gjë këtu. Shreku Pak Infinite. një Gjë këtu. Shrek njëshi apo Ice Age njëshi? Epoka e Gullaj dhe Galafe. Shreku. Nuk jam fan se Ice Age. Sorry. Ishte shumë e Nuk thjeshtë. jam. Tash duhet me menu pak se Jepi. duhet me thy Shrekun, kush Po mund ti të jetë? ç'de, ti e mortje. Kush mund të jetë më i fortë se Shreku? E di unë kush mund të jetë, Do bëjmë mohabet shugocash. Ha. Shrek njëshi apo Mulan njëshi? Pa. Se ke dash ti është rebele, pra ne. Jo, Mulan. Ma more, horri drejgjit. Asaj U poshtë. thyeva. Luje këtë rrodhose. Atëherë, me që ki shef në liçën kur do bloti, Mulan My Nishi apo Stina Gjuetis. Ku e gjete katë më bërë? Mulan. Ka për qitu. Ç'nderove veten. Ç'nerove lopën. E pas kemi sa i mirë kodrën, bre. Të gjithë. Mulani është i bukur. Tani, Mulani Po mushu ka qenë. apo... E harrova. Herkuli. Jo, Herkuli. Pa, Okej. ai, Herkuli. zene se e thash. Fati rri o burë, kur e kam unë radhen me folj, Fal. vetëm për respekt qytetar, Po ti e katonare. mëlle, po unë e me shkollë më burë dhe dha. Ashtu. Fol tash me gjese do shumë. Jo, e lashu të Jo, Herkulin. të hangri goja, fol tash. Hajde. Atëherë, Herkulin apo Ngece, dashur Dragon Ballin? Po pse ma bën këtë? Po pse ma bën këtë? Jam i ligët. Dragon Balli, come on. Me gjese doshe kështu tash, ti ka sa po kapet që këtu. Dragon Ballin apo Naruto? Oh, jo. Asa është e thjeshtë. Remi këtë. Nuk është hera e parë që ma bëjnë këtë pyetje. Po ti ke dhënë gjithmonë të njëjtin përgjigje. Naruto. Naruto. Edhe për qefin Po, tonë se Kristen. e kemi nisë gjërën e fundit me Kristenin. Po Jo, jo, po Kristen, ti sa ke marrë. Jo. Qa Do ta vase ka Kristi, Naruto? Po. Po se ka pa, është më bet kohë. Kush? Po pra, Mi kam për parë qefin video. A do tonë. të ndihesh krenarti se hoqë Dragon Po Ball? pa tjetër. Negativ. Jo, prit. Naruto apo Tom and Jerry? Tom and Jerry me qera lafi. Jo, Tommy dhe Jerry nuk e ndroj ma asgjë, është my all time favorite. Pse lupisët e drejtë? Fito tash po deshe. Jo, nuk fitoj. Vete lype. Askush nuk, për mua mbetet klasiku, se po shikoj dhe tani në ekran. Është një rasti shumë e bukur, po unë vdes për Tommy dhe Jerryn, sepse lidhet me kujtimet e mia më të bukura të fëmijërisë. Janë timeless, nuk kanë kohë, janë funny, nuk e di edhe fëmijët e mi në të ardhmen, po t'i kem, do them këtu, është ajo memja me atë serial killer që nuk të shikoj. Shikoje këtë. Po flas për klasikët, ë? Është Se film i jam dhoshëm, bërë po ta remake. menosh? Për që sa po merr. Mua më pëlqen Tarantino, kështu që Au. jam rritur, më pëlqen dhuna në... Ky ishte goditje poshtë Tash brejshit. ke tjetër moti apo ta flasë tjetër moti? Jo, unë vetëm për bullizu fasët e E, One heqim Piece-it Tom e and kam. Jerry. Por Tommy dhe Jerry është, do me thënë një serial, okay, është një mace që ndjek një mijë dhe Jo, duket po shumë simple. ka shumë dhunë aty. Më pëlqen, më shkrinte, gjithmonë më ka shkrirë. Edhe mund të kem qenë, mund të jesh edhe babi im, vinte dhe shikonte me ne dhe knaqe, po çdo kush, domethënë që ishte i rritur dhe mund të vinte aty në orat 8:30 e mëngjesit dhe fillonte mëngjesin, nuk në një patatino një gjë kështu dhe isha
mund t'i kisha parë, ose të gjithë i kemi parë, mund t'i shikoja prap. Prap. E vetëm gjë që mund ta shikoj prap. Një kam dhënë dy Edhe copë vizatimi. tjera. Kam 4-5 tash. Prit, se tash më kujtoj. Okej. Dy copë. Se për vendin e dytë është kjo. Okej. Po. Tommy and Jerry apo Pantera Rose? A le kisha unë më. Ja, ku do di? Jo, Tommy dhe Jerry. Mirë. Tommy dhe Jerry. Tommy dhe Jerry apo Looney Tunesat gjithë. Po pse e drejta dhe kisha Okej, unë? është Daffy Duck. E po ka shumë, s'është vetëm Daffy Duck, s'është dhe Kajota me Piditi. i dua shumë dhe Looney Tunesat, i dua shumë. Bugsy ka qenë. Unë Daffy kam. Por e prit po ai maçoku prapë tjetër se si në Tommy dhe Jerry me atë. Po ka qenë Silvestri. Tweet. Po. Nuk i kam pas aq shumë, nuk i kam parë. Nuk i kam parë gjithë, po Looney Tunesat nga që kanë qenë gjithmonë më pëlqen të qesh me filmat, me serialet më pëlqen të qesh. Okej, edhe dramat i duam të gjithë, po gjithmonë te unë ajo që më bën të qesh më ngel në. Atëherë, Looney Tunesat apo Anastasia? Pa pse e bën Oh, kaq come on. fort? Pse e bën kaq twist fort? Po vjen tash. Anastasia. Ja, me I'm just a Anastasia. girl, më vjen keq. I know, e dije që në fund do dilë të vetvetja. Të mundu sa u mundur, pa ja. E vure re që iku Tommy Jerry pa dash. Po, pa ti Jo, të shkoj vend shiko. tret. Jo, kjo është për second place, ja. Ah, Tommy second dhe place. Jerry Flasim nuk për ma second heq place. shëri. Po Okay. mirë, Mos me ma gjithë prekni dashni Tommy second dhe place Jerry. dhe e lata Anastasia. Anastasia apo s'ka lidhje, do ta kesh pa besoj, apo Sandokani. Patjetër që kam parë Ai zgjumë atë Sandokani. më. Po ti e i vogël, Markon nuk dhe je 40 më i vogël. Gjinën, nuk e di, këto që kam pas qenë vend të këto. Që ka pas Biroja, efekte forta. SpongeBobi. Po prit, jo, le, se Eh. ti e mosha ime, ky është më i vogël. Ai, E pa pimbën shqip. Është një qenë kështu i bardhë me lara të kuqe, e Me jetë të pulla të vëshërë kuqe. me pulla. Ja, po. Lara më i unë thua. tregoj më i vogël Ha? si. Jo. Që merrte kapelen dhe ikte. Se ke pa? Ha? Gjurmët e plus. E njoh, po nuk e kam parë. Ishte kështu, është si Që- puna e Bob ndërtuesi, A, te pra. kalamajt Po ndërtuesi është veqe. vërtet tash, pimba ka qenë kështu. Mbaj dy mend fare. Oborrin e fermës? Po, Mbaj oh, mend Otis. serialet fani, do me thënë ato që më bënin për të qeshur, çmendurit e perandorit, si filmat që më bëjnë për të qeshur për mua janë gjithmonë ato në top. Po mirë, Anastasia apo Simbadi? Jo, Anastasia. Ai. Ah. Anastasia po Eldorado. Au. Pse më- Mo ka dhon Zara me hile. Un kam një plan. Ndoshta po të isha djalë do thoja Eldor. Pati nuk e di, është kjo që jam vajzë, ndoshta më pëlqejnë. Ka një gozë tjetër ka në film, diçka, valla. nuk e di ka E gjeta, diçka. po Po, jepi. Anastasia apo Pocahontas? Ja ma jasë pa Anastasia. gjithë. Pase Pocahontas është shumë feministe. Është po. E funit e myllim. Se pas kam qenë një sësi. Anastasia apo Barbie? Më gotë se ka ishë mo valaj. Barbit. Barbit. Rapunzel dhe si e do. Barbit kanë qenë shumë filma, po jo. As, Anastasia këto Bebet sepse filmat me CGI më pëlqejnë. Barbie ka qenë gjithmonë me CGI, po flasim mbas viteve 2005 Po. ndoshta. Anastasia është vizatim. Edhe këto klasikët me vizatim, prandaj edhe Tommy dhe Jerry më pëlqen. Kanë atë Sigur bukurinë kanë edhe. jetë ata filma, nuk Po, e di, kanë kjo diçka që ndryshe. Anastasia shifet vetë shpret e Ndoshta është Rasputinit. nostalgjia jonë që ishin më mirë dikur, ose në gjithë themi, brezi jonë, në Se kam bo këtë pyetje, po ja ku dolën prapë. Tjetë dhe kjo, Merdi- kemi një merdi dhe lidhje tjetër. emocionale me ato që kemi parë. Është fundje E subjektive. fundit tash kjo Jepi, vendos jepi. fitoren e vendit 2. Okej. Anastasia apo Sirena Ariel që ka ajo? Po, se e na Anastasia. vogël. Nuk je për këtë Anastasia, punë leva. Pse ma ajo shumë e bukur? Po nejse, Anastasia fitoi, Tommy Jerry, Anastasia Si tjerë. troft, shkodre. Na le të shime gjithë ato. Okej, krap. Po që, jo, ka dhe shumë filma të tjerë që tani nuk më kujtojnë, po dhe seriale që i kam shijuar shumë, po Tjetër. disa që thjesht të ngelen. Këto po. Ato lule shtrydhën e bën recet që me të dytën. Ndoshta është me vërtet filmi i parë, nuk e mbaj mend, po mund të jetë. Unë atë mbaj mend që kam bërë në fillimet e mia. Shiko, paten ti ke pas me omëlsina, se Kristi kishte pas me krype, pipere. Po, që- po, po. Po limon ku ka më të ëmbël se Shka limoni. limon dhe kjo, vaj. Të rejsh dera mërë burë. Po, po. Shumë për e këna një zhjitë qa. Me që atëherë vetëm grifsha kam bërë. Au! Po, po, po. Peshqit në horoskop, grifsha në atë. Nuk e di, gjithmonë ndosha zëri im, nuk e di, po dhe përshtatem, gjithmonë këto vajzat e hedhura, të llastuara, ose këto janë ato vajzat që serialet janë më shumë. Ndoshta vajzat e turpshme më shaj, rrallë herë
do të që t'jetë personazhe më i tërhequr, më kështu gjithmonë janë kështu Alladora, çfarë do bëjmë tani? Ose princeshat 3 me luftëtare. Po. Tipikisht unë i kam bërë Po, My tipet Little e Pony. hedhura. Po. My Little Pony. Ore se duke pa gjithë të role, se shenë nxjerrë. Ore se ka ngel dhe një pa ashtu. A del në herë nga vetja për shembull që nxefesh është diçka, nuk po flas për fjalët, çfarë mund të themi se po flas që e ke parasysh nxefesh. Në sens Nga kjo qetësia bësh. me atë që i ndodh personazhit Jo, apo thjesht jashtë në jetën e përditshme se je shumë tip chill, qetë, relax. që dal nga vetja, jo. A s'ndodh për shembull Të kur një bërtas- makinë që pret në një Oh, rrugë. ajo është atë e bëjmë të gjithë. Nuk është se... Po unë për shembull mund t'jesh ku dhe unë kesh kaluar një ditë stresuese në punë ose thjesht ta janë shpif njerëzit edhe ti do thjesht bërtasësh, po ja ku ke dublimet dhe ke atë rolin që po bërtet dhe u lëre dhe Pa e ru. shfryes. Pa e ru për qef. Dublime si Rage Room. Po pra. Ja në rage room, pikërisht do me Çfarë Kjo kemi është sot? ajo Sot që- kemi një princeshë të qetë. Jo, ndroj. Jo, ndrohet. Kur bërtet kën qaseria, aty rri. Ma qotë sa për nesër. historikisht kur do me thënë shikoj rolin dhe them ndonjëherë pse ma kanë dhënë mua dhe fillon pjesa që ajo ka një shpërthim dhe vërtet është me nerva dhe ma, po prandaj e kam unë këtë rol. Historikisht kështu kanë qenë personazhe faleminderit që që vinë na me të the që je tip bërtitura. Po shkjo pra bërtas aty. E Se tash gjithë kjo mirësi do ta ketë Po, pra mo, diku që do mua beti, se... Si që thonë dhe këta që na Po, shajnë, po. të paktën e pas ka kanalizuar negativitetin e saj diku. katarsis. fjalët, Katarsis. Katarsis. Tash unë do të pyesë për dy dublime dhe mbyllëm. Se janë dy ikonike që i ke. Një e ke se nga Naruto shkojmë te Chuni Naruto, shkojmë te Boruto. Ke po Saradën. Të çun, të goca Çfarë Sasuke, nderi dhe Saradën, privilegj. jo Saradën. Saradën, me që do Gjepono-anglez, Po jo më kështu thuhet. dhe rinin të Sailor Moon, qerrin e vogël ngjyroz, me flok ngjyroz. Po. E bona Majin Buu. Po, për mua gjithmonë më kanë pëlqyer të bëj personazhe që njihen nga të gjithë, se okay, edhe filma që nuk i njeh njeri dhe bëhen më vonë, ndoshta shikohen, bëhen më viral, të gjithë i njohin, po kur gjash aty dhe të gjithë e dinë që kjo është koca e Sasukes. Dhe unë kur e pas fillim ngela një herë thjesht doja ta shikoja. Thoja, wow, thjesht po e shikoja, doja ta shikoja si personazh. Që është Sakura me flok Dhe zeza. thash, po. Edhe me syze. Ku ka gjajnë valla se Tash pas ua, kanë. pse jo flokët roz, gjenet e Sasukes fituan. Kështu me Part nova. dominant. Mirë syte, i mori dhe flokt. Pa ha për mua. Vetë shu e la si çun. Ë? Në trupi si çun. I ngjajti mamës. Ti pare recesiv. Kurse unë e quaj Rini, unë jam rritur me Rini. Me Rin, pra, se nuk tash po është se e kujtu kam dhe mu. dubluar unë origjinal, do me thënë në serial, nuk e kam, unë e kam parë kur kam qenë e vogël, nuk e kam bërë unë. E kam bërë më vonë. Ndjen kështu, ndjen pak atë përgjegjësinë që duhet ta bëj mirë, duhet ta sjell në atë nivel, edhe ndonjëherë them, më kanë qelluar që të bëj të personazhe të tjerë që i ka bërë dikush tjetër, se njerëzit ikin dhe jashtë shtetit, kanë punët e veta, do ta bëj unë. Mund të kenë qenë dhe filma të tjerë, të Fantastic Four, ndoshta tek sezoni 2 nuk e Ti kam bo bërë. gocën e... Nuk kam qenë unë origjinal, edhe është kjo përgjegjësia që Violetën. duhet ta sjell të paktën në atë nivel, jo, se unë nuk e konsideroj veten aktore, po do bëj më të mirën time. Edhe është kjo që pak emocion, po gjithsesi më kanë shijuar. Unë nuk jam fan se shumë e të paturit një sequel të filmave. Shumë rralli dua se fillon dhe konsumohet ajo gjëja, gjithsesi të Fantastic Four e kam shijuar, edhe tek Despicable Me që kam bërë Margon e kam shijuar. Si e harrum, edhe e diskutuam. Edhe diskutuam 6 herë. Edhe e harrum. Harroj si quaj vajza te Wreck-It Ralph, ajo vajza që ishte gjithmonë me nerva, te Ralph shkatërruesi. Kam bërë dyshin, kam bërë Princesha Vanillopi. Yes. Fatkeqësisht kjo nuk dilte kërkund. Po pra, po e vërtet, tash ju kujtova. Faleminderit që na kujtove ne. A u qetësove more për bindesh i madh? Më ka ardhur aq natyrshëm më ka ardhur ai roli, ishte shumë e lezetshme, po dhe shumë karakter shpërthyes. Te dy shieri e knoq qamet se shko rage fare, ë? Kur kam qenë, ty tregoj kuriozitet kështu, kuriozitet, do të thënë histori, kur kam qenë në gjimnaz,
Nuk e di pse, por nga që duart e mia në proporcion me trupin atëherë ishin shumë të dha, gjej ç'am thonin. Ralfi, ë? Nuk është më pëlqen, as jam krenar, to be clear. Duket që i ke punu tokën. Po jo më gjithë punoshim tokën se ka tu në burr, po thjesht nuk e di. Nëse pak rëndësi ka. Sa me fat që jam kur e mendoj. Po. Ja di shumë për dera atyre që më dhanë mundësinë. Kur e mendoj, domethënë nuk kthehem dhe ta mendoj zakonisht se më është bërë rutinë, dhe kur më ftohat ju, them, ore, po unë kam bërë kaq shumë gjëra të bukura, dhe që dua që t'i ruaj diku në një database time t'i kem, në fakt, se tani nuk kam më CD dhe DVD. Dua t'i kem t'i ruaj, është vërtet privilegj i madh dhe Studio Jazz-it, po edhe çunat që punoj tani tek Supremi, jam shumë mirënjohës. Lali, sa ta bësh dublimin. Këtë pasionin tim, sepse fakti që unë e kam vazhduar është pasion, nuk është se e shikoj këtë pjesën monetare, jo. Ndoshta sepse kam një punë dhe jam e kënaqur, po gjithsesi gjithmonë e kam bërë për pasion. Po në tjerë pushim punë që të kënaq vëlla. Në të kënaq, po. The prime punë. Diçka dhe nuk e ndjej lodhjen, kjo është, domethënë nuk e ndjen lodhjen sepse të pëlqen ajo që bën dhe fakti që ti mund të kesh kaluar një ditë rutinë edhe shkon aty dhe do jetosh një jetë tjetër për pak kohë se ti përfshihesh. Gjithmonë do përfshihesh, po se përfshive nuk del asgjë e bukur, automatikisht do përfshihesh edhe është vërtet shumë bukur edhe ndonjëherë harroj dhe them faleminderit, po bëjmë kështu si Alketa Vesiu po. Ai. Harron njeriu të jetë falendërues, po vërtet që ma dhanë mundësinë sepse unë nuk jam as aktore dhe fakti që unë vazhdova të punoj duke mos qenë është means a lot, për mua ka shumë, domethënë. Thjesht të kesh vetbesim te vetja. Po, njerëzit që t'japin mundësinë sepse njëja shumë moshatar të mitë që se kanë pasur kur, mund të kenë qenë dhe të talentuar. Por që dukuesit më të mëdhenj në botë të momentit nuk kanë lidhje fare me dublimin. Vërtet. Po. Më të famshmi po të flasë se ka Dwayne Johnson që ka bëu mua. Po jo, më dhe aktorët e Hollywoodit nuk Dwayne Johnson ka qenë keqist vëlla. Është aktor. Zi me grushta, pastaj u bë aktor. Nëse pak rëndësi ka, por që shumica e njerëzve, edhe kjo është e faktuar, që janë të suksesshëm, nuk janë të suksesshëm në atë që kanë studiuar, por e kanë gjetur rrugës të çon Zoti vet aty. Po i ke nga një punë rëndomt kamarierë kanë fituar çmim Oscar. Unë gjithmonë them që interpretimi është dhunti e lindur. Siç themi në shprehjen aktori lindur, ë? Po, artist. Është Faleminderit. Por pa punë dhe pa përkushtim, Patjetër se është dhe kjo që ty të vjen mundësia, por ti thjesht e lë të shkojë dhe thua o Zot kur do ma bish mundësinë. Prandaj thotë o vlla, dje ishte. Jo, duhet të kapësh çik për flokësh. Do pije kafe. Do ta kapësh çik për flokësh mundësinë. Po s'pati flokë, çfarë ti bëjmë? Nuk ishte qëllimi. Nëse, për te shakave. Se sa hati shkoj. Ja, si do bëhet, ja. Ta mbyllim tash se. Ta mbyllim. Duket e dëprumi çik. Taki. Au shqetësove more për bindesh i madh. E mbandon zërin e vanillopit se ka qenë ndër zërat e mi më të preferuarit. Po ma bënë do të batutën, au qetësove o për bindesh i madh. E mbyll. Au qetësove more për bindesh i madh. Po, më ka lodhur pak tani që e mendoj në zë, sepse ka të grintën, pak si e Po, dhe ngjyrë. dyshi flet shumë krahasime. Dyshi është vetëm vanillopi vëlla kryesor. All the time, se është nuk protagonist. Më të gjallët që kanë bërë, që vetëm ishte gjithkohës shpërthyese, lëvizte saktë janë dhe, po më ka pëlqyer shumë. Edhe neve na ke pëlqyer shumë. Edhe unë jo kënaqa shumë. Burrëm kur dush. S'kam folur ndonjëherë për këtë punë, domethënë është hera e parë në kaq vite që unë flas shtruar, flas për punët e mia. Wow. Ja, të vitë dita. Më pëlqeu shumë. Të vitë dita. Shumë të mirë. Faleminderit. Kënaqa shumë. Tash. Ta mbyllim për hë. Po mirë. Jo, ne vazhdojmë më po. E di, po duhet me qit këtë episod. Jo më. Po mirë, mohabet po. Patjetër. Nuk marrojnë të se ndajmë. Eli, shumë faleminderit. Dhe një herë për fosë. Juve u kënaqa vërtet. Moralisht nuk flas për këtë gjë. Ja, do vitë dita. Erdhi mundësia. Të bëhet një punë rutinë që ti e merr për të mirë qenë, po kur e mendon, dalon e mendon thua. Do shkoj të shikoj filmat e mi sot. Do shkoj të shikoj, jo, vërtet harroj që të shikoj.
Po ajo që unë gjithmonë e kam pas kështu që të dal diku në ekran ishte kjo që ata që shikojnë, që mund të them, po sikur njerëzit të zhgënjejnë, shikojnë njerëz të bukur, edhe presin që dhe personi të jetë i bukur, prezent, them në njerëzit të zhgënjejnë, do thonë. Po pse të ka thënë njëri që si e bukur ti? Jo, thjesht është kjo e imja që ti krijon pritshmëri ndonjëherë dhe për aktorët që unë ndjej ndonjëherë krijoj ato pritshmërit, po e lin zakonisht me atë që ke parë aty, edhe kjo ka qenë pak kështu. Po sikur, ndoshta jo. Dwayne Johnson është qeros. Ka që probleme ka ti Shiros? Jo, s'është qeros. Nuk e di çfarë rolesh ka bërë Dwayne Johnson. Sa dush. Mbaj mend vetëm këto filmat alla Moanën ka bërë ato Po pra, po, Mauin. ke drejt, po nuk i Nga qeros ka të rrejtës karakteri. Hajde bëj lidhjen, ti po ta po të kishe bëj vetëm atë tek rol. Ka qenë i Edhe i ngjan në fakt. E kam parë thjesht nga poster kështu, se nuk e kam parë mua në fare. Trupin ati të kishe, pastaj flisnim. Po që do me, ke pesë është botë shi. Hë. Shi si kërkalec. Po mirë më? Se të tha botë. Me mirë ka kalet se lopa otis. O vlla, ti dhe i frej kësaj. Fal. Ashtu dhe jem Fal, rregull. fal. Po, Le emra pika mu eleganca 2.0. O ka sa po të shiko të shi. Shumë faleminderit. Faleminderit. Se ky do filloj nuk pushon. Unë janë është një ndër ato episodet që unë me vërtet kënaqem edhe flas lirshëm se është dora e neve, apo kupton, si me Kristin. Kështu mosha se kur vjen në një kështu i madh unë ndinjohem. Intimidohesh çik nga po. Jo, kështu jashtë kamerave jo, po këtu se na i gjikojnë, vërtet, apo që jo se seksuala. rasni Ndihesh i gjykuar jo, kështu. kur. Unë kam paguajt lekë në psikolog që mos ndihemi gjykuar. Nëse se bëm shaka. Ta mbyllim më. E mbyllim. Ta mbyllim ka sa po si mendon ti? Atëre shihemi Jo. episodin e fundit për këtë sezon. Dakor? Për këtë sezon. Ka prap sezon tjetër, po ç'po na. Kismet, ti më shnosh deri Siç më atëherë. filluan ca miza këtu që tash. Hajde. Shifna ka bargu i javës. Ciao, është të mira.